Ngjarja e rëndë që tronditi Tiranën ditën e djeshme, ku një 31 vjeçar humbi jetën pas një konflikti me mjete prerëse, ka lënë pas dhimbje të madhe te familjarët e tij. Viktima Egli Pashollari nuk arriti të mbijetonte plagëve të marra, ndërsa reagimet e të afërmve në rrjetet sociale kanë prekur thellë opinionin publik. Më e ndjera, duket motra e tij e cila përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka shprehur dhimbjen e saj të madhe për humbjen e vëllait. Ajo ka publikuar një foto të tij të shoqëruar me fjalët rënqese. Egli, shpirti i motrës na coptove zemrën, qofshi parajsës o engjëll, shkruan ajo. Ngjarja ka ndodhur në rrugën Kongresi i Lushnjës, ku sipas të dhënave paraprake, 31 vjeçari është përfshirë në një konflikt me disa persona. Gjatë përplasjes, ai është goditur me mjet prerës dhe pavarësisht ndihmës së dhënë dhe transportimit drejt spitalit, ai nuk ka mundur të mbijetojë. Sherri ka nisur pasi dyshohet se viktima u ka ngacmuar motrën. E pranishme në vend ngjarje dhe pjesëmarrëse në sulm ishte edhe vetë kjo e fundit.